Me mësu diçka duhet sabër? Po, duhet sabër. Ti që po e dëgjon këtë video, ke nda pak minuta prej kohës tënde me ndëgju diçka të dobishme. Dhe mundesh me ndru videon tash. Mundesh me thonë, s'po muj me dëgju këtë hoqë, sepse nefsit shtyjnë me kërku diçka tjetër. Një video me sarkazëm, me hajgare, me lojra, me dëfrim, ose me sport e kot gjëra që kanë vërshuar gjithande internetin. Por ti vendos, jo, por rri edhe pak, dua me mësu diçka. Kjo është sabër, sepse pajisja me dije të dobishme kërkon sabër. Jo gjithmonë nefsi yt ka qef me dëgju atë që të bën dobi. Ndonjëherë do atë që të argëton, që të dëfren më tepër. Prandaj, i nderuari vëlla dhe respektuara motër, edhe fakti që ti qëndron këtu, e dëgjon një këshill, e mëson një ajet, një hadith, një gjë që të bën dobi ty, kjo është sabër i veprimit. Dhe këtu, shumë njerëz e kuptojnë gabim sabrin.